Pallatet e ndërtuara në kohën e diktatorit Enver Hoxha apo pallatet e ndërtuara në Pogradec në vitet 70-80 vijojnë të suvatohen nga Bashkia e Pogradecit. Kjo së pari për të siguruar një ngrohje më të mirë për banorët e qytetit breg liqenor e së dyti për estetikën e syrit. Momentalisht puna po kryhet para dhe pas pallateve përgjatë rrugës Kajo Karafili në Pogradec. Pallatet izolohen një herë me shkumën e bardhë të polisterolit dhe pastaj suvatohen. Termoizolimi në ditë e sotme kursen energjinë për ngrohje dhe i bën ambientet e brendshme të banimit apo punës më të ngrohta. Në një qytet të ftohtë si Pogradeci, ide të tilla projektesh mirëpriten dhe përshëndeten nga banorët. Polisteroli EPS është material i prodhuar nga polimeret e stirenit nëpërmjet trajtimit me avull që duke u përpunuar me anë të teknologjisë së presimit del një gamë e gjerë produktesh. Polisteroli paraqitet në formën e një shkume të bardhë të lehtë i përbërë nga qelizat, cilat kanë ajër në brendësi të tyre.